ka raste ku mu më duhet shumë shpesh mi thirë familjarët e mi, para se me shku me raportu rastin në polici për ndonjë rast të caktuar, mu një thiri familjarët e mi ju tregoj, thame, kam një rast, ju lutem mos u shqetësoni, ndoshta kam u bo mediatike, tash unë s'pedi që shkan me rrjedh procedurat. Po një mirë, kryesisht, që ka që për juve është rëndësishme me edit, edhe ndërkohë vazhdoj procedurat e tjera në mënyrë që ata mos me u shqetësu, sepse e para nuk je në vendin e njëjtë me ta nuk të shohin fizikisht me ditë qysh jete. E dyta, është aspekti psikologjik i tyne, të buhen shumë. E kini rast një tjetër, raportën prej atje, e kini problem, edhe ata ngarkohen, nuk është ma veç te. Janë edhe familjarët e tu. Tani ndërhyrët që këshyrin me u bo prej jashtë tek familjarët e tu për me ndikutët e, sepse të të s'po mujni, ke vënu barjerat e tua, sepse po flasin për gazetarit vërtet dhe gazetarit profesionale, kur të bëjsh gazetarit të vërtet dhe profesionale, dosh me avnu vetës barjerat ose barikadat, edhe mës me prit asë një ndërhyrje prej kërkujt. Po ta shka ndodh, ndërhyrjet vinë ose tentohen me ardhë për mes familjarëve të tu. Qëto e problemet e cilat na nuk marë pjesë në për darka, qofshin ato gëzime, hidhnime, të bjanë me u tërheq për që atyne najave që je me familje. Dhe dhënë ka shumë qështë e cilat njeve në ndikojnë, për në fund të fundit, pra po e thëmë na ina të vedishëm për çka jemi qëto, edhe dësha publiku nuk e den. Sepse e hape temën e gazetarisë, cilën ato zhvillu ditëve të sotme. Na vetë bre si gazetarë të cilët në baza ditore hullumtojmë, na vetë kena probleme për gazetarëve të tjerë, të cilët punojnë në portale veç për shikueshmëri. Ata mu ndoshta ma krijojnë një teren jo të mirë edhe jo mikpritës kur dalone me prek qatë temë të cilën paraprakisht një gazetar që pa profesionalizm, se s'po du as me i nëmblerësu, as nuk po du me u tregu tash me karaktere që shpunojmë, po mu shumë shpesh më ka ndodhë, për shambull, njerës nuk më kanë folë, edhe pse kanë ditë për çka jam të shku, s'u më kanë folë, sepse një kolegi jame, sepse dhe ata kolegë, dhe ata gazetarë, pithojnë vetës, një kolegi jami paraprakisht ka shku e ka gjiru fsheta, si ka thonë, s'ko me qitë, e ka qitë. Për shambull, e ka publiku. Edhe aj normalisht u bo nervoz, ju ka cënu privatësia, që apë ditë qka kanë folë ata me zvete, edhe normal në fund të fundit, tonë kur kom shku tash me ndjekë qatë tempo në mënyrë tjetër që ndjekë janë, kom pas problem në qasje, automatikisht. Me qasje, me besimin, me aspektet tjilë. Qëto janë problemet pak ka shumë të cilat na, jo shumica, po krejt gazetarët i kemi kështu në baza ditore. Është të vërtet, veç shkurt ta plotësoj, Adelina, është të vërtet, për kur të kanë nisë me boqë si farë film është në TikTok e në kësi, dhe mu më ka ndodhë vetë në teren, më donë se, si me thonë, tema tona, unë shpesher du të me shku në vikend, sepse du të me shku në përfërshatra, gjatë ditëve të punës njerëz nuk janë shpe, punojnë, nuk mund dhe shpe gjetë në shpe, kështu që shkon shtu në djelen, ata janë në shpe, shkojnë diku result gjysë orë, 4 minuta me bindë që ti s'ki shku me bo hajgare, me bo meme me ta. Po se ata e kanë tendencen me i fut gjithë me një grupë. Po, edhe nuk kanë faj ata, nuk kanë faj fare. Edhe shkon ty ta zgjatë procesin, si me thonë, pa piklidhje. Ardian? Mirë me ta zgjatë, po le ta zgjatë është le të fletë. Problemi është që kanë njerë të klasin se krijon këtu barierat. Adelina i tha paka shumë i përmendje edhe çështjet çmimin që na paguajmë. Unë jëmë nërë, unë mendoj që ja shtoj edhe një fakti tjetër, çmimi maj madhë që unë e paguaj është fakti që për shembull sot dy ndalë në ora 9 për i punë, në shpijës, haloj që më shku shpe, dhe në është ora 9 tjetër, i më bo 12 orë që unë nuk i kom pa fëmijën e me, më thonë është një çmim tjetër edhe një barë që ti ja vendos vetit të në kohën, a jetu dështua, nuk je shumë afër fëmijëve, nuk jetu mujtë me pas kujdes, po për një me është një si lloj smundje që ti, kur ja nis këtij profesionit, është e kodë dhe nuk mundesh me u shkoq. Më thonë, më ka ndodhë që në vikend, me punu gjithë vikendin, me fëmijën të vogël në dorë, tu hullumtu, tu allakat, afera korruptive, tu i gjetë lidhjet, burimet vetëm e vetëm që të hanën me pas një raport të mirë ku të shkoj me prezentu para redaktorit përgjegjësin mënyrë që me pas me mbyll ditën atë ditë me një historie. Po neve që jena kategorie pak më të vjetë pleqë, po thomon, na e kena pas unë për vete e kom pas nëse një ditë nuk më arrit me përpunu një historie, cilën ndoshta